Jemi me pjesën e dytë të temës të cilën e kemi biseduar natën e kaluar. Siç e dini, kemi folur disa rregulla që njeriu kur shkon si musafir që duhet t'i praktikoj ato simbas fesë edhe simbas traditave tona, ndërsa sante do të flasim pak a shumë për njeriu i cili pranon musafir, i zoti shtëpisë si duhet sjellet me musafirët e tij. Edhe kjo, edhe musafiri kur shkon dikun ka rregulla, mirë po edhe zoti shtëpisë i cili pranon musafir, edhe aty ka rregullat e veta. Mirë po çka është më rëndësi? Pejgamberi alayhis salatu selam na ka mësuar edhe na ka thënë sa më shpesh hani bukë së bashku, se ajo sjell bereqet. Hani bukë së bashku, se thot bereqeti është në tubimin e njerëzve, në xhamat që i themi ne. Edhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, ai i cili ka ushqim për dy veta, le ta shton edhe pak ujë edhe le ta thirr edhe njeriu e tretë. Domethënë sa më shumë që ka njerëz hajnë ushqim së bashku, aq më shumë ka bereqet prej Allahut subhanahu wa taala. Mundësia jonë në këtë vend, edhe krejt komunitetet shqiptare që i kemi në tërë botën, shoqër Zotit i kemi tërë të mirat. Po e dini që edhe në shtëpit tona, edhe në familjet tona, nuk ka bereqet, nuk ka rahati. A është ashtu ajo? Nga njerë shumë njerëz vinë te unë dhe thojnë imam, i kemi 3, 4, 5 rroga në shtëpi, marrin para shumë, por duket sikur parat po na ikun prej duarve tona. Do thot dikush merr shumë më shumë para, po parat e atyre njerëzve nuk kanë bereqet. Ndërsa ka familje që me një rrogë, ai ndoshta e bën jetën më të mirë se sa dikush që ka 3 ose 4 incomes ose rroga në shtëpinë e tyre. Krejt varet sa t'jep Allahu bereqet në pasurinë tënde. E si t'jep Allahu bereqet vëllezër të nderuar, ju e dini që njëra prej gjërave që feja islame na ka mësuar që kur shkojmë musafir dikun ose kur shkojmë ta vizitojmë dikën, me fe edhe me tradit është me marr një dhuratë vogël edhe me ia dërgu personit të cilin ti po shkon ta viziton. Vendet tona, unë më kujtohet se kam qenë i vogël, kudo që shkoni musafir, ose vinte dikush musafir, pa marr një kuti me keksa të vogël ose një kilogram banane ose diçka me vete, ose saqërisht atë kanë sjell për ata të cilët janë më të vjetër. Për plakun, për gjyshin ose dikush i cili është më i vjetër, edhe kur kemi shkuar në spital ta vizitojmë dikën, ka qenë e pamundur që një njeri me ardh duar thatë, me ardh pa një dhuratë të vogël. Pejgamberi selam ka thënë, ndroni dhuratat me njëri tjetrin. Jep një dhuratë njëri tjetrit, sepse Allahu e shton dashurinë ndërmjet juve. Nuk po them tash me jap dhuratat mëdha, këto janë gjëra simbolike, diçka të vogël. Edhe kjo kujton që ti ke respekt ndaj atij, edhe ai njeri ka respekt ndaj teje. Njëra prej gjërave që ne shqiptarët e kemi pas, edhe muslimanët, është kur largohet musafiri nga shtëpia, me fenë islame, me sunetin e pejgamberit alayhis salam, është me përcjell deri tek dera. Musafirin me përcjell deri tek dera, ose deri tek gates që e keti, ose kudo se çdo shtëpi o ndryshe. Kjo është një traditë që ne kemi pas me qindra, ndoshta edhe mijëra vjet prej profetit ton, po dhe ne shqiptarët e kemi pas atë traditë. Çka është diçka që kjo po harrohet tek fëmijët tanë? Unë e kam pa kur shkoj disa vende, vëzhgoj si është situata, nganjëherë edhe ulur, se kjo është traditë australiane, se traditë e huaj ose Zoti e din, ulur ai nuk zgjohet hiç. Ai thot natën e mirë ti del vet, ti e mbyll derën vet, kjo nuk është
prej traditave tona edhe kombëtare, por edhe fetare. Prej traditave tona është me përcjell musafirin deri tek dera, edhe ne kemi patur që deri të hyn musafiri në makinën e tij, edhe njëherë të bëm bip kështu, ne nuk kemi hyrë brenda. Nuk ja kemi kthyer shpinën musafirit derisa ai vet ka shkuar i pari, pastaj ne kemi hyrë brenda. A është ashtu? Kështu e kemi patur. Po edhe kështu duhet jetë. Sa i kemi treguar ne fëmijëve tanë që kjo është traditë e jonja me mijëra vjet, që ne si shqiptarë ose si muslimanë kemi praktikuar, që edhe fëmijët tanë me praktikuar një gjë të tillë. Kjo është një nder, kjo është një respekt që ne e tregojmë ndaj njëri tjetrit. Gjithashtu vëllezër të nderuar, gjëja kryesore kur është pyetje vizita, mbani mend, gjëja edhe më kryesore krejt çka e kam biseduar deri tash sa i përket vizitave, është që spari vizita të bëhen ndërmjet familjarëve. Vizita të bëhen ndërmjet farefisit, ndërmjet akrabave që i kemi thënë ne, pastaj edhe ndërmjet komunitetit të gjerë. Ka shumë njerëz që më pyeten mua edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, thot imam, unë gjithëherë i shkoj filanit musafir, po ai asnjëherë nuk më vjen mua musafir. Unë gjithëherë e përshëndes, nuk më përshëndet. Çka të bëj me atë njeri? Ju tregoj diçka edhe kam dëshirë me mbajt mend ju këtë fjalë. Ka ardhur një njeri te pejgamberi alayhis salam edhe i ka thënë: "O profet, unë i kam disa antar të familjes." Ti ka qitë Zoti apo? Se antarët e familjes nuk i zgjedh njeri. Zoti t'i jap ata. Thot unë gjithëherë sa herë shkoj përshëndeti, ai nuk më përshëndet. Unë shkoj i vizitoj, ai nuk vjet me vizitu. Unë i ndihmoj kur ka ndihmë, ai s'më ndihmon. Thot çka të bëj me atë njeri? A di çfarë thot pejgamberi selam? Thot te me njerin e tillë që e ke familje, thot kjo është kur njeriu e mban lidhjen familjare. Këtë që po e bën ti. Se kur janë gjërat si duhet, ajo shkon vet, apo ti shkon e viziton, ajo shkon vjen viziton. Po gjërat kur janë ngushta, aty njeriu e mban lidhjen farefisnore dhe familjare, edhe nëse ai tjetri nuk e bën atë. Kjo është diçka, edhe unë ju them edhe juve, posaçërisht në Ramazan. Se mu më dhem zemra kur i shoh familjet tona që nuk shkojnë me njëri tjetër. Pasha Zotin e kam, më dhem zemra se frigohem diçka për vetveten edhe për juve. Frigohem atë që ka thënë pejgamberi alayhis salam. Edhe ai ka thënë: "La yadkhulul janna qati'u rahimi." Nuk do t'ja nin erën e xhenetit, nuk do të hyjë në xhenet ai i cili i shkput lidhjet familjare edhe lidhjet farefisnore. Ti bëje tënde. Ti bëje për Zotin, jo se ajo është, se si thash, kur ta qet Zoti motrën, babën, nënën, atë, ti s'muni zgjedh ata. Do thot Zoti i ka quar ata njerëz test, sprov për ty. Secili prej neve jemi sprov i dikujt tjetër. Burri është sprov i gruas ti, gruaja është sprov e burrit. Fëmijët janë sprov e prindërve, prindrit janë sprov e fëmijëve, vllau është sprov i vllaut, motra e motrës, kështu me radhë. Momenti më i mirë që ne me i afru njëri tjetrin, që ti me qenë ajo ura lidhse ndërmjet familjes tënde, a meritojnë a nuk e meritojnë, a vinë apo nuk vinë, ti thuj: "O Allah, këtë po e bëj për hir tënd." Unë po mundohem me i sjell familjes bashku. Ti kryje tëndën, Allah e din njetin, Allah e din pse po e bën, a din çfarë sevapi merr? Jo din, ja kam treguar edhe përpara. Pejgamberi selam ka thënë: një njeri i cili i bashkon dy veta e ka sevapin më të madh se ai i cili agjeron ditën edhe ai i cili falet tër natën. Një njeri i cili i bashkon dy veta që s'kan folë ndërmjet vete, e ka sevapin më të madh
se ai I cili agjeron rrim pa bukë, pa ujë tër ditën, edhe falet tër natën. A sheh çfarë sevapi I madh kjo? Ramazani është koha, momenti që na mi ashtri dorën njëri tjetrit, që na për hir të Zotit qofs. A kemi dëshirë Allah me na fal neve? Sari thojnë, o Allah na fal neve, është ashtu? O Allah mi fal gjunat. E si don ty Allah me ti fal gjunat kur ti si në gjendje me fal vllaun tënd, motrën tënde, shokun tënd, muslimanin, shqiptarin. Ti s'do me fal, po të njëjtë çdo ditë lusëm, o Allah falu mua. Jo. Qofse don Allah me na fal neve, edhe neve do të na me fal njëri tjetër. Për hir të Allahut subhanahu wa taala. Pra shfrytëzoni Ramazanin vëllezër të nderuar, se kjo është shumë me rëndësi. Njëra prej gjërave që e përmend feja është edhe vizita e in-laws, vjerrive. Edhe ata mi thirr niftar ose me shku te ata është prej sunetit, prej traditës profetike. Ju e dini që pejgamberi selam ka pas vajza. Edhe shpesh ka shku I ka vizitu vajzat e tij. Edhe pejgamberi selam respektin më të madh që e ka pas ndaj dikujt, e din ndaj kujt e ka pas? Ndaj vajzave të vet. Kur ka ardhur vajza e tij, se një I ka mbet gjallë, tjerat krejt fëmijët e pejgamberit 6 prej tyre kanë vdekur shumë të rinj. Asnjëra prej tyre, asnjëri prej 6 fëmijëve se ka arrit moshën 30 vjeçare. Përveç Fatimes. Kur I ka ardhur Fatimja pejgamberit me vizitu, pejgamberi u ngrit, u shku te dera, ka kap për dorët saj edhe ka ul vendin e vet ku ka qenë ulur. Edhe gjithën e ka pudh ball, edhe ky ka shku shpesh e ka vizituar atë. Pra pej sunetit është që ne, qofse dikush s'jeton me prind peza, apo kush meriton me thirr ose me shku me vizitu ma përpara se sa prindrit? Vallahi kërkush. Kush meriton prindrit, po të njëjtë kohë edhe prindrit e gruas ose prindrit e burrit me njëherë vinë pas prindve tu. Që edhe ata janë prind tu një farë mënyre. Apo kupton? Edhe prej aty fillon vëllezër të nderuar. Sevapi I madh gjithashtu, posaçërisht në Ramazan, mbani mend prej meje. Janë ata njerëz që ose I vizitojmë, ose I thrasim me na vizitu, ata njerëz që janë të vetmuar, njerëz të cilët ndoshta nuk kanë fëmijë, njerëz të cilët janë nursing home, janë HK, që nuk shkon as kusht I vizitoj, nuk ka kusht I vizitoj, as ka kusht ju shkon. A di çfarë sevapi njeri fiton me shku te ta me vizitu ose me I thirr shtëpi ata njerëz? Me shku me I marr një ditë me dhanë hajde rri me mua tër ditës. Pra, njëra prej gjërave që Allahu e ndalon shumë, është kur ne I thrasim njerëzit për iftar peza. Edhe une I thras njerëzit vetëm ata që kanë status. Po këtë dajen që e kam ose halën, këtë s'po e thras se kjo s'ka pasoni, është kështu, leje. Kjo është prej gjënave më të mëdha. Kur njeriu bën diskriminim ndaj atyre, do thot shokëve ose antarëve të familjes, do thot diskriminon në bazë të pasurisë. Ky s'ka pasuri, s'është I vlefshëm. Këtë nuk e thret me atë elitën tjetër. Kjo është prej gjënave më të mëdha. Pejgamberi selam ka thënë, ushqimi më I keq, ushqimi më I keq që dikush mund ta ngrën, është në atë vend kur thriten vetëm të pasurit, ndërsa menjanohet të varfërit. Allah I na ruaj. Ushqimi më I keq është kur njeriu ulet në tavolinë në të cilën janë të thirrur vetëm të pasurit, e ata të varfërit që kanë qenë më të afërt nuk janë thirrur vetëm në bazë se nuk kanë pas pasuri. E kjo është prej gjërave të ndaluara në fenë islame. Pra vëllezër të nderuar, edhe ne kur tulemi për të ngrënë, shumë me rëndësi për këta trit, që do përmendi dhe anglisht që kam kohë,
respektin ndaj anëtarëve të familjes, ndaj babës. E ke pa kur njeriu ulet për të ngrënë ushqim. Djali ose vajza nuk duhet më ul para se më ul baba edhe nëna. Djali ose vajza nuk duhet me ecë para babës edhe nanës. Nuk duhet me fol para tyre. Nuk duhet me fillu ushqimin para tyre. Aq sa respekt ka feja për prindërin, e shihni? Edhe musafiri kur të vjen në tavolinë, a keni ulur për të ngrënë, i zoti shtëpisë e ka obligim moral që mi afru ushqimin musafirit. Se disa ushqime i kemi larg, ti s'mund zgjohesh tash edhe shkon ta kapesh atë ushqim, se pejgamberi sallallahu ka thënë, hani atë që e kene para vetes. Mos shko mja marr ati përpara që e ka, o ti merr atë që e ke përpara. Tash ti ndoshta si ke krejt ushqimet përpara, i Zoti i shtëpisë do të më t'i afro ty që ti mi pas të gjitha afër vetvetes. A she feja islame si e spjegon në detaje çdo send se si janë vëllezër të nderuar. Pra, janë disa gjëra që ndoshta duken të thjeshta, pa janë shumë me rëndësi për komunitetin ton, që ata fëmijët tanë mi vazhdu këto tradita, që me nderu musafirin edhe me ditë si mu sjell kur shkon dikun musafir. A është ashtu? Na fatkeqësisht të gjithë e kemi këtë problem, kur na vjet dikush ose shkojmë dikun tërkohen, na e mbajmë edhe shikojmë telefon. Ka ardhur musafiri në shtëpi, edhe ti çka bën? Ai do me bisedu me ty, ti kokën telefon, e ka rrasur kokën aty edhe nuk e ngrit kokën. E ta çfarë respekti është ai? Apo kuptum, këto do t'ja tregu fëmijëve tanë, që kur vjen dikush me ditë si me respektu, kur vjen musafiri, mu zgju edhe ato me përshëndet. Ne kemi biseduar këtu dhe përpara, kur na vinë musafirët fëmijët tanë çka bëjnë? More jo që zngritet, pas nuk e kthe kokën fare. Hiç nuk e kthe kokën, do thotë, pastaj prindri turprohet se fëmia i tij nuk ngritet me përshëndet musafirin që ka ardhur në shtëpi. Pa ajo është prap tek ne vëllezër dhe motra të nderuara. Ne kemi borx me i tregu fëmijëve tanë, me tregu familjeve tona, posaçërisht ne që jetojmë larg vendeve tona, jetojmë në një vend të huaj, ne do t'i mbajmë këto tradita sa më shumë, ne do t'a thrasim njëri tjetrin sa më shumë, shkojmë t'a vizitojmë njëri tjetrin sa më shumë, se vetëm në këtë mënyrë ne mujmë me mbajt komunitetin tonë.